ku sot ne kemi një pagë mesatare të kombinuar me sektorit publik dhe sektorit privat 830 euro. Në ndërkohë, dua t'i them Gjorgjos se kur ne morëm detyrën Gjorgjo, paga mesatare në sektorin publik ishte 372 euro. Ndërkohë që në vitin 2024 u mbyll viti sipas Instatit, jo sipas meje, me një pagë mesatare 1000 euro, Gjorgjo. Ndërsa bazuar në këtë, është shumë e qartë që paga mesatare në Shqipërinë 2030 do të jetë 1250 euro në sektorin publik dhe 1000 euro në sektorin në paga e kombinuar, që do të thotë se jemi në kushtet kur pagën mesatare të përgjithshme e kemi rritur më shumë se sa 2 herë e gjysmë. Okej. Kështu që nuk e di se për çfarë flet kur flet për rrogat, siç quhen ti, ose pagat, siç i them unë. Por jemi pikërisht në këto shifra dhe arsyeja pse ne votojmë masivisht është se kur unë i them gjërat që janë atje në realitet ka një numër të madh njerëzish që ato gjëra i kanë parasye, i kanë të prekshme.